Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë që na I ofron Islami në këtë çështje, I dërguari Allahu thonte ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kulluhu khair. E çuditshme është çështja e besimtarit. Çështja e besimtarit është e gjitha hajre dhe bereqet. Në qoftë se e godet një mirë, për të mirave të dunjas, ai është falënderues ndaj Zotit xhallahu ala. Pra nuk tërbohet me mirësi që Allahu ja ka dhënë. Kurse në qoftë se e godet një sprovë dhe një bela, e që janë pjesë e jetës, është e natyrshme që secili prej nesh të goditet me kësaj lloj sprovash dhe belaja. Thot sabr, fa kana khairan leh. Ai bën sabër dhe kjo është në të mirën e tij. Pra kjo është ajo ekuilibri dhe balanci që e krijon Islami mes të mirave të dunjas dhe sprovave dhe belajeve të patjetërsueshme që njeriu I has në rrugëtimin e tij në këtë jetë. Wa laysa dhalika illa lil mu'min. Thot I dërguari Allahu dhe kjo gjendje është vetëm për besimtarin. Besimtari është stabil, mban balancin në jetë në të gjitha gjendjet dhe situatat e jetës së tij. Andaj Zoti xhallahu ala thonte në Kur'an likay la ta'su ala ma fatakum wa la tafrahu bima ala ma asabakum. E të gjithçka pra për besimin në caktimet e Allahut, për besimin në Allahun, në njohjen e Zotit është që ju të mos mbërziteni për atë që u ka ik dhe të mos tërboheni në momentin kur godasin të mirat.